Katër gjëra që duhet të ndalosh t'i bësh me njerë. 1. Ndalo të pendohesh për çfarë ke bërë deri tani për të kaluarën. Çdo gjë që është bërë u bë për diçka. U bë që ti të merr një mësimin, atëherë merr mësimin dhe largohu. 2. Ndalo të mendosh për të ardhmen. Kur ne mendojmë për të ardhmen, kemi ankth dhe stres. Çlirohu nga frika e të panjohurs. Diçka do më ndodhi, diçka nuk do shkoj mirë, çfarë do bëhet? Puno me frikra. Beso në aftësitë tënde, në talentet e tua, për atë që ke lindur, dhe për këtë mund të bësh artën e shpirtit, të mësosh potencialin tënd vetëm me ditën e lindjes. 3. Ndalo të kërkosh lumturinë tek të tjerët. Lumturia jote është brenda teje dhe beso më tepër në vlerën tënde. Ndalo të nënvlerësosh forcën tënde, forcën që ke ardhur nga Zoti, nga universi dhe e ke brenda teje dhe mund ta zbulosh edhe këtë duke bërë artën e shpirtit tënd. 4. Ndalo të nënvlerësosh veten dhe të presësh nga të tjerët të të vlerësojnë. Beso tek vetja jote, te fuqia jote. Mbështet ti veten tënde, se kur ti të arrish të mbështetësh veten tënde, atëherë dhe Zoti jeta do të mbështet. Do jetë aty ku ti ke rënë, por je gati të ngrihesh. Prandaj gjithçka ti mund ta bësh duke vendosur që ti të ngrihesh dhe të ecësh përpara. Kudo që je në këtë pozicion të vetes tënde, të jetës tënde, kudo që t'jesh, mund të ndihmosh veten tënde. Ja meritacake, terapiste energjetike, autore, shkrimtare, trajnere, udhëheqëse për të ndihmuar të lidhesh me veten tënde të brendshme dhe zgjimin kolektiv dhe zhvillimin personal. Mund të ndihmoj duke bërë potencialin tënd shpirtëror, vetëm me ditën e lindjes që ti mësosh të gjitha këto, pse ke ardhur, çfarë dhe të bësh dhe ku do shkosh. Dhe gjithashtu mund të ndihmoj me terapitë personale në individ dhe në grupe për të liruar të gjitha këto prangat që i ke vënë vetes, të gjitha këto izolimet që i ke vënë vetes. Mos harro që sikush nga ju ka fuqinë e shpirtit të tij, ka talentet e tij, ka ardhur të bëjë mësimin e tij, ka misionin e tij. Prandaj gjithçka që po kalon dhe ke kaluar deri tani është për të marrë të gjithë mësimin tënd dhe bëhet më lehtë kur ti merr në dorë atë fuqinë tënde, lidhesh me Zotin tënd, me shpirtin tënd dhe të gjitha këto mund t'i bëjmë së bashku dhe në grup dhe në individ. Më shkruaj nëse të intereson të mësosh potencialin tënd, gjithashtu të kërkosh ndihmë që ti të ngrihesh nga çdo vend që je gjendur deri tani. Mund të ta jap këtë dhe me përvojën time personale dhe e di shumë mirë kush është ky udhtim. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe ju mirëpres.